Ato, ky rezultat është rezultat. Thoni që është edhe befasi edhe për vetëvendosjen. Është edhe për vetëvendosjen. Nuk është prit as nga vetëvendosja. Faktën motit nuk e kanë qitë, as në motit e mbrojtshme nuk e kanë qitë këtë rezultat. Dhe a prezident që ky rezultat kaq i thellë i vetëvendosjes të materializohet, pra që të ketë konsistem të shpejtë të kuvendit e pas të formimit të qeverisë së re të një muaj. Në rast se nuk hyn tash në këtë lojnat e mësume na dhe në rast se gjykata kushtetuese këto ditë nuk nxjerr në gjykim për rastin e nënkryetarit nga lista nga komuniteti jo shumicë serb, unë ndroj që do të kemi prapë këso vanesa, shpërndryshe nuk ka arsye që të ketë vanesa, nuk ka diskutim ma për numrat. Janë shtjerë nisër, kemi nisër akë gjykimesh të gjykatë kushtetuese me ka 120, 250, 216 pika të akëgjykimit vita që besoj që kanë shtërru, e vetëm ajo që kanë betë e pa shtërruar është çështja e nënkryetarit. A duhet patjetër të jetë partisë shumicë, tash e kemi në këtë rast, është një fat i mirë që kemi edhe zotin Rashish që ka fituar një mandat, pra nuk është 100% lista serbe. Vetëm kjo ka betë më sharur, mendoj që pas certifikimit rezultateve do duhem brenda 10 vjet që të Lidhet kuvendit që të kustohet. Edhe kuvendit dhe qeveria. Albin Haxhiu, prisni që të jetë kryetare e kuvendit. Po shiko, Albin Haxhiu, kom thonë bashkërisht me juve, është një njerëzve më të votuar në Kosovë. Është një zoj dhe një familje jashtëzakonisht patriotike. Gruaja më votuar edhe kësaj radhe. Por të votat kena pa dhe kemi plot tagim batira akse që kanë marrë vota. Do është dallimi është më i madh. 172.000 vota, gati 200.000 vota. Në vetëvendosje kush do që të shihim. Jo, ka edhe këto që sender. Pak, në Viktor Bozhara në dikush. Po megjithatë ai listës guxo. Shko, të personaliteti, të personaliteti, anëse dikush në gjena jopi këtyne, të personaliteti i zonës Haxhiu. Është një familje adhëtare, patriotike në gjenezë. Pastaj, kontributi i sajnan për lëvizjen vetëvendosje. Pa ka rëndësi, më shkon për shtati mu apo ju. Për lëvizjen vetëvendosje është një pizoni oftë para që unë vazhdimisht kom thonë që kem po thirrje që me votu Albin Haxhiu dhe u votu Dimal Basha. Krahasot është bën krahasimin. Është jashtëzakonisht i pakrahasueshëm emri Albin Haxhiu me zotin Basha. Nuk është. Kështu që nuk ka diçka që edhe do të ketë dilema apo jo, nëse vendosja e propozon. Dhe presin që ta propozojnë në fakt, duke pasur parasysh ato tentimet për ta zgjedhur zonin Haxhiu, tash mund të thotë që ka numrat dhe do ta zgjedh zonin Haxhiu. Unë mendoj se nëse propozojnë nuk ka pengesa juridike. Numrat edhe votat i ka, edhe partitë opozitare shpresoj që nuk e bojnë gabimin që kanë bërë dhe ditën e parë, madje me Duart Rokitjes, ne kemi thonë bashkërisht. Do dojë ta votonin në tash, edhe pse i ka votat. Patjetër. Edhe PDK-ja dhe LDK-ja dhe ka pas raste të tilla kur unë kam qenë pjesë e PDK-s, kur PDK-ja ka votuar, kandidatët e PDK-s kanë votuar emrat përveshëm. Supozoj zoti Haliti ka votuar Glau Konjufçë edhe pse PDK-ja ka pasur ndërtim kundër, sepse është diçka si takon fituesit, nuk mundesh më marr. E qartë. Dhe në këtë situatë këtyre